Mbrëmja e së shtunës shënoi një fitore shumë të rëndësishme për klubin e basketbollit Vllaznimi, ndaj Sigal Prishtinos, me rezultat 76-90 në ndeshjen e cila u zhvillua në kryeqytet. Sfida për të dy ekipet ishte e rëndësishme, ndërkaq Vllaznimi shënoi një ndër fitoret më të rëndësishme të edicionit. Më të dalluarit tek uqezimt ishin Jericho Helms me 23 pikë, 6 kërcime dhe 8 asistime, Ziggy Reid me 21 pikë, 11 kërcime e 2 asistime, si dhe Atik Koshi me 12 pikë, 3 kërcime e 2 asistime. Një xhiro pa përfunduar gara të rregullta, Sigal Prishtina ka 37 pikë, kurse Rahoveci 0-29 e Vllaznimi nga 36 pikë. Java e fundit do të vendosë se kush do të hyjë në play-off nga vendi i 6 e kush do të bie nga elita. Ndërkaq trajneri i klubit të basketbollit Vllaznimi, Dorant Hana, për mediumin ton, ka bërë të ditur se loja e fundit ka mbajtur gjallë shpresat e klubit për të mbetur në ligë, njëkohësisht edhe për play-off. Lojtarët kanë zhvilluar lojë të mirë, ndoshta më e mira në raund të katërt, dhe ndeshja e radhës kundër Pejës është vendimtare, pra xhiroja e fundit dhe mund të qëndrojmë kështu. Nëse fitojmë me Pejën dhe pavarësisht se çfarë ndodh me rezultatin e ndeshjes Ylli dhe Rahoveci, ne qëndrojmë në ligë, rezultat prej të cilit jemi të varur vetëm për play-off. Nëse fiton Rahoveci, Vllaznimi mbetet në ligë. Nëse humb Rahoveci, fitojmë ne e shkojmë në play-off. Tutje trajneri Hana shtoi se janë 3 ndeshje që do të zhvillohen në të njëjtën kohë: Vllaznimi dhe Peja, Ylli dhe Rahoveci, dhe Trepça e Prishtina, dhe se nga sot do të fillojnë të përgatiten për ndeshjen e së mërkurës kundër Pejës, duke premtuar të bëjnë çmos për të siguruar fitoren. Gjakovarët e lanë zamrën në parket në pjesën e dytë, të nderuar shikues.